Kemi bërë investimin në mbrojtja e gjeneraturës. Është përfunduar i gjithë vepra, ka ndërhyrje të tjera, pra si e kemi situatën në këtë moment? Për në 1.85 kilometra, është për 1.25 kilometra. Dhe janë për të bërë pjesa tjetër rreth 300 metra. Pra është faza e parë ka mbaruar. Faza e parë ka mbaruar, cilësia e punimeve është shumë e mirë. Kjo tregon fakti që s'ka lëvizur as 1 milimetër gjenerator. Ka kalu provën. Po. E ka kaluar se arriti vjetë batica rreth 2 metra këtu dhe kjo nuk ka pësuar asgjë. Kemi pas problematika vjet e tjera para se ne të bëjmë investimin? Problematika e kësaj ishte rrezikimi i hyrjes ujit të detit në hidrovorin e Butrindit dhe rrezikohet dhe krishëria e tokëve bujësorit të gjithë fushës Zurinës. Sa tokë bujësore mbrojmë ne me këtë investim? Pra bashkë me hidrovorin, sepse i gjithë 2.300 gjithë se thua hidrovorit, sepse është kanë Po pra, me mbrojtjen e hidrovorit. Është gati mbi 2000 hektar tokë bujësore. 2300 hektar tokë bujësore. Toka është në nivel dhe si e tillë nuk kanë dot kullon dot me vetë dirë me kanale që të rrjedhi këtu. Prandaj është hidrovori që e merr ande me pompa që e hedh në të kundër, kjo siç është bërë Kënet, se kjo vërsi Këneta ne ka qenë tokat e kripura themi ne. Do mbetesh në Kënet. Në atë periudhë nuk ishin kështu, ishin tamam tokat kripura ishin, nuk prodhonin shumë, po shërbenin për qartëmim bujqësor dhe shkripëzoheshin me gips. Po me gips. Veshin deri poshtë. Megjithatë, ky habitati duhet vendit, dhe është shumë mirë, por nëse neve nuk do bëjmë këtë hidrovori, dhe ky bërë të argjinaturën dhe të funksionojë hidrovori, ky habitat do shtohet do vetë deri në vrinë dhe më lart. Pra, ujërat freatike që janë poshtë, ujërat e kripura do vazhdojnë të shtyjnë, dhe të shkatërrohet të toka. Pra, paketa që ka bërë investimin që po ta them si bujk tani nuk ka asnjë ngarkesë tjetër, paketa që bën e them me shpirt dhe me sinqeritet dhe rinqate për këtë punë është, pra, ndërtimi i kësaj argjinature, thellimi i kanalit vivarit, paket dhe vazhdimi i pjesës tjetër të loke, e ka kërja e kësaj pjesës tu, lardhi mbi peshkimin, deri lart se është shar atje dhe ujitja, sistemi ujitjes që do vinë fush, do të bëjë që kjo paketë është korridor. Dhe i gjithë këtë paketë investimesh që ne shkon deri në 20 milionë euro për këtë zonë bujqësore, për të mbrojtë tokat bujqësore, për të shërbyer në vaditje dhe për të kulluar tokën. Dhe ç'është më e rëndësishme që ne mbas 17 vitesh do të hapim edhe kuotat për midhjet, që është një lajm shumë i mirë për vendin, për Sarandën, për rrimin e kanalit, Konispolin, për gjithë Shqipërinë, por është një vepër që na ndihmon në ekonominë vendase, ekonominë e peshkimit e strukturën tjetër pastaj që lidhet me hapjen e kuotave që ne do ta bëjmë me ministrinë për peshkatarët e zonës edhe ata që do të përfitojnë nga kjo histori, por ç'është më e rëndësishme që tregu shqiptar do të ketë edhe midhjen në çdo tavolinë. Pra, midhja jonë do të jetë edhe shumë shpejt tani me gjithë standardet e pastër dhe ç'është më e rëndësishme që ne kemi një midhje shumë cilësore dhe standarde që jo rrallë e gjen në tavolinat e vendeve të europiane, sepse ka një veti që lidhet midis ujit të ëmbël dhe ujin e kripur që bën edhe pjesën e oksigjenimit dhe pjesën tjetër të kripës që i duhet edhe midhjes. Kjo lidhet drejt për drejt jo vetëm me prodhimin bujqësor në ekonomi, por edhe me turizmin, ku gjithë kjo zona këtu ka aktivitet shtuar çdo vit, prurje sa më shumë të turistëve, do thotë ka nevojë për shumë prodhim, për shumë konsum. Është gjitha efekt zinxhir, e cila investimet do kërkojnë prapë, nuk mbaron. Patjetër. Që ta bëjmë një cikël plot edhe investimin të kompletohet si cikël investimi e kësaj zone, sepse edhe hidrovori është shumë i rëndësishëm për gjithë mbarvajtjen e punës, sepse të thith komplet dhe kullon një gjithë kjo zonë, siç e thatë ju mbi 2000 hektar. Dhe krijon siç jeni ndjeni në dorë dhjetor, këtu ne kishim një sasi rreshje si gjithandej, pa parashikuar. Ka ndryshuar klima. Nëse shiu na binde për 3 muaj, tani na vjen për 2 javë. Edhe krijon përmbytje, krijon probleme që ne duhet marrim masa që kjo historia e investimeve apo parandalimit në kohën e verës, që kur na vi dimri le të kemi një paraprim, siç janë gjeneraturat,
çaret që kemi pas në zonë që ne i riparuam kohë rekord, por që ne duhet që të përgatitemi tani. Po bëjmë një paket investimesh me projekte ku kemi ne nevojë dhe ku duhet që të investojmë në gjithë Shqipërinë. Një nga këto është edhe hidrovori për investim që ta fusim në buxhetin e radhës.